Para pak ditësh ish kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi ka përkrahur hapur kandidatin e PD-s Elton Roshi. Situata nuk duket thjesht një solidaritet familjar sesa një lëvizje politike. Pasi dalja publike e Roshit në mbështetje të Eltonit është një qëndrim i qartë që jo vetëm mbështet kandidatin e opozitës, por edhe tregon qëndrimin e tij në fushatën e 11 majit. Ndërkaq sot në Këshillin Bashkiak të Shkodrës pati një bashkim qëndrimesh ndërmjet PSD-s së Tom Doshit dhe PD-s së Sali Berishës për një agjendë të ardhur në rendin e ditës për miratim. Në Elbasan, siç tha Alesia Balliu, një nga fitueset e primareve të PD-s atje, Berisha ka kandiduar një personazh të lidhur me klanin e Çapjave, një nga më të rëndësishmit në telenovelën kriminale të zonës. Si në rastin e Roshit, ashtu edhe të Doshit apo dhe të Çapjave, kemi lëvizje lokale ku PD nuk nguron të gjejë aleanca politike, natyrisht për t'u kundërvënë mazhoranca. Një lëvizje që është, por edhe do të ishte normale për çdo forcë politike apo edhe opozit në kushtet e një situate për të rritur konsensusin politik. Mikrokozmosi lokal është shpesh më i rëndësishëm se sa konfiguracioni politik i partive politike. Kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera. Donald Trump arriti të fitojë zgjedhjet në nëntor pasi siguroi aleanca me komunitetet lokale në Wisconsin dhe Pennsylvania, të cilët 4 vjet më parë kishin votuar për Joe Biden. Lasivita që sot është i pajtuar nga Berisha u bë i njohur sepse arriti të marrë shumë vota latinosh, përkatësisht emigrantësh nga vendet latinoamerikane. Por në rastin e PD-s dhe posaçërisht Sali Berishës kemi të bëjmë më shumë me një konflikt interesi. Pasi opozita kundër Edi Ramës apo kauza që ka ngritur kjo opozit ka qenë pikërisht një platformë kundër këtyre personazheve. Thelbi i platformës së kësaj opozite është që Edi Rama e ka marrë pushtetin dhe e mban si pasojë bashkëveprimit me këta personazh që sipas PD-s janë të lidhur me krimin. Madje PD i kërkoi ambasadorit të SBA-s Donald Lo që të binte mazhorancën e Edi Ramës që të përkrahte një ligj të ashtu quajtur për dekriminalizimin, i cili në thelb ishte antikushtetues dhe shkelësi të drejtave të njerëzit. Aleanca e Berishës me subjektet e dekriminalizimit nuk është thjesht një hipokrizi, por është një shkelje e kauzës që ka mbajtur opozitën për 12 vjet. Belin Kolliçi deklaroi se nuk jemi në luftën e klasave, gjë që është e vërtetë, por këtu kemi të bëjmë me rrëzimin e thelbit të kauzës opozitare. Natyrisht Berisha apo pasuesit e tij mund të përsërisin qëndrimin e famshëm të thënë pas një takimi me Fatos Nano në 2007, se gjithçka ka qenë pjesë e fushatës, por në këtë rast do të rrëzohen të gjitha ato panele ku kanë ngritur akuza e montuar afera si ajo e Babales.